Numri i qytetarëve me infeksionet të stomakut është në rritje. Viruset e stomakut dhe elmimet individuale nga ushqimi janë të zakonshme. Deri më tani nuk ka pasur raportime për elmim nga ushqimi në grupe, por pritet rritje të numrit të pacientëve me rritjen e temperaturave, thon mjekët. Pas paralajmërimeve për temperatura mbi 40 gradë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë u bën apel qytetarëve që të kenë kujdes kur blejnë ushqime, mos blejnë produkte me paketim të dëmtuar dhe produkte që vendosen në frigorifer të blejnë në fund. Po ashtu, qytetarët apelojnë që të qenë të kujdesshëm në cilat ambiente hotelerike do të konsumojnë ushqimin, kryesisht në aspektin e higjienës dhe reputacionit. Svetlana Kollariç, këshilltare shtetërore në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, paralajmëron shkelësit e ligjit për siguri ushqimore me dispozita penale. Letните периоди, високите температури. Periudha e verës, temperaturat e larta janë një alarm shtesë për ne, sepse punojmë në një sistem ku konsumatori, operatori i ushqimit, autoriteti kompetent, duhet të kuptojnë njëri tjetrin, të komunikojnë vazhdimisht, sepse nëse konsumatori raporton ose konsumatori që Zoti na ruajt ka simptoma të elmimit dhe ato zbulohen përmes Institutit të Shëndetit Publik, përmes Institutit të Epidemiologjisë, atëherë merrem menjëherë të gjitha masat e nevojshme. Vazhdoj ta them, temperaturat e larta, ruajtje e përshtatshme ushqimit, kushtet minimale teknike, higjiena dhe praktika e mirë e prodhimit, zbatimi i sistemit HACCP. Kjo është përgjegjësia e operatorit të ushqimit. Kur zbulojmë se ka devijim nga ligji i sigurisë ushqimore dhe ligjet e tjera që janë brenda jurisdiksionit ton, sigurisht që kemi dispozita penale. Ajo tha se gjatë sezonit të dasmave dhe të pushimeve, sidomos në zonat turistike do të shtohen kontrollet. Kollariç thotë se nuk mund garantoj që në vendin ton ka ushqim të sigurt. Sipas saj, vendi ka 25.000 operatorë ushqimor, ndërsa vetëm 140 inspektor për të kontrolluar të gjithë tregun e ushqimit.